Universitetet e vendit prezantuan ofertën për vitin e ri akademik gjatë një takimi informues në qytetin e Lezhës. Aktiviteti organizua me pjesëmarrjen e maturantëve të shkollave të mesme të zonës, ku përfaqësues të fakulteteve dhe stafeve akademike shpjeguan në detaje degët e ofruara, mundësitë e bursave dhe praktikat profesionale që universitetet zhvillojnë në bashkëpunim me biznese dhe institucione lokale. Universiteti i Shkodrës mori vëmendjen kryesore gjatë prezantimit të ofertës akademike. Rektori Tonin Xhura ju kërkoi maturantëve të Lezhës që të kenë zgjedhje të parë institucionin arsimor që ai drejton, për traditën që ka dhe për reformat që po ndërmerr në shtimin e programeve të reja të studimit. Programet e studimit të Universitetit Luiz Gorakuçi kanë valencë dhe kanë pasur gjithmonë valencë kombëtare, sidomos programet e mësuesisë. Ne kemi filluar një reformë të brendshme, pra në kuptimin që po reformojmë programet ekzistuese, dhe pastaj do kemi një ofertë të reja akademike. Kemi aplikuar për 14 programe të reja, 5 janë në organizim dhe 9 janë programe të reja. Përfshi këtu programi që lidhen me marketingun, përfshi këtu infermeri klinike shumë e rrallë që do jenë besoj shumë interesante. Dhe do ta vijojnë diçka të tillë për vitin akademik më pas. Pse them për arsye praktike? Shkodra është afër, ofron besoj mundësi të jashtëzakonshme për një student raport po them me kryeqytetin apo me qytetet e tjera. Tani ka një konvikt i cili është i restauruar, ka një mend studentore, edhe mos harrojmë maturantët duhet të kalkulojnë edhe koston e jetesës, por natyrisht edhe përfitimet që kanë pastaj se çka ofron një institucion arsimor. Pra nëse ne kombinojmë traditën me reformën aktuale që ne kemi ndërmarrë, unë besoj që kanë arsye për të bërë zgjedhjet para Universitetin e Shkodrës Luiz Gorakuçi. Ky aktivitet është pjesë e fushatës informuese që universitetet po zhvillojnë në qytete të ndryshme të vendit, me synimin për të ofruar të rinjve mundësinë për të marrë një vendim të informuar mbi të ardhmen e tyre akademike dhe profesionale. Universiteti i Shkodrës ka nxjerrë personalitete të larta të vendit dhe politikës. Në këtë universitet është diplomuar vetë rektori Xhuraj, kreu i SPAK Altin Dumani, shkryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, zëvendës kryeministra Belinda Balluku, ministri aktual i drejtësisë Ulcimania e shumë të tjerë.